Ashtu siç dhe ju paralajmërova, sot në ftohtë të nxehtë, realisht si çdo herë, por sot e kemi më të veçantë, sot do e bëjmë më shumë nxehtë se ftohtë, sepse po flasim pa filtera dhe do të flasim për një temë që shpesh herë na vije, ndihemi pak sa në siklet me fol, por sot kemi vendosur që këtë siklet ta largojmë, sepse me ne në studio është doktori i njohur dhe shumë i dashur për publikun, dhe kam nderin që sot në ftohtë të nxehtë kam Hairullah Feyzën. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Kënaqësi më në fund pas sa kohë po takohemi. Sot do të flasim kryesisht për unë po e them diçka që kemi shumë të nevojshme, po rrallë herë e flasim me za. Po e nisi direkt, pse shqiptarët mund të flasim 3 orë për sport, për politik, për gjithë shka, po nëse flasim 3 minuta për seksin, s'kuqemi me njëherë. Tema mbi seksualitetin. Unë e flasë pak ma gjëmë për seksualitetin, për seksi është një akt, që është kuadër të përgjithshëm të seksualitetit njerëzor. Edhe seksualiteti si terme, si tukurie, si gjithë shka, jo veç të shqiptarë, të gjithë popujt, ka do, pas me thonë, bariera, po njerëzit hezitojnë me folë në vene publike, hezitojnë me i diskutu çështjet kur janë prani dikuj tjetër, me gjithë se kove të funit, diçka nuk po pajtojna me këtë konstatimin e ju, se flitet, kogja shumë flitet. Flitet në neja që janë të veçanta, kur janë veç burra, ose kur janë veç gra, flasin. Të dy sekset flasin për seksin, po flasin tema ndoshta që janë interesante varësisht prej nivelit të asaj shoqërie, prej moshës tyne, prej kurreshtjes, po zakonisht janë moshat pak ma shtyme. Edhe për diçka flasin ata që ju mungon. Okej. Dhe po kur mungon liria, njerëzit flasin për lirin, për luftën, për gjithçka, dhe atyne që ju mungon seksi, normal që flasin pak ma shumë. Vërtet. Doktor, a është thyaj miti në Kosovë apo ende jo, nëse një çift ka probleme? A drejtohen fillimisht tek ju apo shkojnë te hoxha? Për fat keq ka ende asi që jo veç te hoxha, shkojnë te kleri fetar. Po, okej. Te kleri fetar shkojnë, nuk e di për çarsye, ndoshta e kanë më të lehtë, apo ndikimi i tyre është më i madh se i mjekut, për fat keq. Kjo ndodh te shoqëritë që kanë gjithmonë një farë afiniteti për me marrë një zgjidhje pak më të lehtë, një zgjidhje jo konvencionale, jo te mjeku, duke pretenduar që nëse shkon te mjeku, e llogarit si person i smut. Seksualiteti është diçka që ka nevojë me u trajtue, edhe pacienti i smut. Vërtet. Ka rregullime të përkohshme, ka gjendje momentale që bllokojnë funksionimin seksual, ka situata të ndryshme, ka mospërputhje mes partnerëve, po ka plot gjëra që zgjidhen me një bashkëbisedim thjesht. Edhe pa pas nevojë me i shkruar diagnozë, ose pa pas nevojë me trajtu me barna. Shumica e terapive që ju bojmë na çifteve është terapi psikoseksuale, që mjaftojnë me ardhë, me i qitë në tavolin problemet që i kanë, me i folë bashkë, me i hek ato që s'bën, me i shtudat që duhet me i bo, edhe kur dalin si qift funksional pastaj. Po ndalin pak tek rinia, tek gjeneratat e reja, me qenë se po marrin informacione të shumta, po e marrin prej Instagramit, prej TikTokut, prej rrjeteve sociale kryesisht. Sa është e mirë kjo çështje? Kjo është diçka që ata kanë nevojë me marrë, edhe e marrin sepse s'kan pas ku me marrë, ku kur duhet me marrë. Bëhet fjalë për edukimin mbi seksualitetin. Fëmijët, informatat e para duhet me marrë brenda familjes. Që të na nuk ndodh, ose ndodh shumë rrallë. Të pakta janë çiftet që kanë informata dhe kanë guxim me diskutuar çështjen mbi seksualitetin me fëmijët e tyre. Domethënë atë fëmërinë e hershme nuk marrin asnjë informat. Përkundrazi marrin s'bën, mbyllën këtë temë, nuk është koha, edhe ata mbesin të frustruar. Kur shkojnë në shkollë, është vendi i dytë ku duhet me i marrë ato informata, prapë shkollë nuk i marrin. Edhe rrjedhimisht ata duhet me marrë dikun. Kurreshtja, mosha, hormonet, puberteti, i shtin me kërku, me bë kërkime, me marrë informata edhe mbi seksualitetin. Edhe nëse në këto vende ku duhet nuk i marrin, ata do i marrin në mënyra tjera. Rrjetet sociale është veni më i lehtë, që më i çastshëm që ata mundën me marrë informata. Po i siguroj që ato informata që i marrin aty janë gjysmake. Ndoshta nganjëherë janë krejt gabueshme, që janë për moshën ose për momentin e caktuar, dhe në vend se me i ndihmu të rit, me performu mirë dhe me undi mirë në seksualitetin e tyne, përkundrazi i devijojnë,
i mësojnë gjona që nuk janë për moshën, gjona që s'duhet më bo, ose ndoshta që binë ndesh me çështje etike, sociale, ligjore, me gjithë shka aty. Prandaj është mirë që këto informata, kur duhet me marë në mënyrë profesionale, në vendin e duhur, që është familja, shkolla, ose forumet të ndryshme rinore që organizohen me qëllim të edukimit fillimisht e pastaj të promovimit të shëndetit seksual. Me qenë se ne nuk i marim, po e them, tek shtyllat kryesore, tek familja dhe tek mësimi, po i marim këtu aty ku mundemi. A na bën kjo që më u kompakt frustrum? A jemi të frustrum, ma mirë me thonë? Po i prodhon dy efekte. Edhe frustrim, edhe s'pëndosh gënjim, po devijim, dishëm. Frustrim sepse ku sheh skena, ku sheh ngjarje, atje është i frustrim pse unë s'jam kështu, pse unë s'jam në gjendje me performu kështu, pse unë s'kam partner, edhe është i farloj frustrimi. Ndoshta e një vetën të dopt, karshi asaj që sheh në materiale të ndryshme, në rrjetet sociale, edhe nga ona tjetër jap pritshmëri të rrajshme. Edhe po është shumë shqetësuese, ka shumë pacient që kanë krijuar një farloj vashmërie për këtyne, sidomos prej pornografisë. Edhe momenti që futen në kërkim të këtyne informatave në rrjetet sociale, 2-3 sekonda ose në gjysmë minuti i drejton te pornografia. Në pornografi pastaj marrin gjona që s'kan bojnë me jetën reale, gjona marrin film komercial që emitohet në rrjetet sociale për me përfitu dikush prej atij filmi. Informata që nuk i përkasin as moshës, as momentit, dhe i ngarkojnë trit shumë. I rritin pritshmërit, edhe momentin që ata duhen me performu, bazohen ato që ja kanë po në pornografi, edhe është diçka e pamundur me i realizu. Qoftë në aspektin e performancës, qoftë në aspektin e zhgënjimit për shkak të madhësisë. Vetëm madhësia e organeve seksuale i shkakton probleme goxha shumë, sidomos djemve. Pornografia e tepërt, jashtë këtyre frikave që në gjallë, tek meshkujt edhe tek femrat, a ndikon edhe në çështjen psiqike që mos me pas ma nevojë me kry marrëdhënie, ndoshta e vetë kënaqësh vetëm tu pa filma erotik? Pornografia, po, një prej efekteve anësore ka edhe këto. Ju mundson njerëzve që me u zhyt, mu eksitu mas pari. Përgjigja seksuale ka 4 faza, faza e dytë është eksitimi. Këta qatë eksitimi marrin në pornografi. Eksitohen edhe aty si mbetet diçka nëse nuk ka sekstim, nëse nuk e ka një partner dikon jashtë me cilin komunikon gjatë pornografisë edhe kryen një marrëdhënie seksuale telefonike, duhet me masturbu. Për me u vetë knaq, masturbimi njëjtë e prodhon një orgazm, zbraz një ndjenjë, lirohen dy hormone seksuale, po e nin një farë vetëkënaqësie që e bën pak më të strukur edhe jo shumë kërkues në aspektin e seksit të jetën reale. Zakonisht, aty ku mundem me fol, ju them që një prej gjonave më të këqija që kanë dorë rinia sot është pornografia. Është shumë tragjike ose e rëndë, kur vinë dy çifte, dy partner, 3, edhe thonë që partneri, zakonisht është fjallat të djemt, nuk mundet me u eksitue, edhe pse e ka partnerën krejt afër në shtrat, pa shiku pak pornografi. Merren në rend sa është e rëndë ajo për partnerin që rren aty edhe pret që ky tjetri duhet me pa pornografi, mu eksitue që me mujt me performue një marrëdhënie seksuale. Kjo është arsyeja pse s'bën me pa pse s'bën me pa filma. Unë po e mendoj kështu. Po ndalim pak tek çiftet. Shpesh herë më ka ndodhur me dëgju edhe në biseda në tavolinë kur kemi qenë, thuhet që pas 10 viteve martes, ose pak më shumë, fillon edhe vdes ai epshi i kënaqësisë edhe e kthen si një detyrim bashkërtor. Pse vinë çiftet në këtë pikë? Vinë për shumë arsye, para për mungesë përkushtimit. Marrëdhënia në çift është edhe përkushtim. Nuk është marrëdhënie veç për angazhim seksual. Kur s'ka përkushtim, kur s'ka intimitet, kur s'ka afërsi, kur humbin ndjenjat, normal që humbet edhe dëshira për marrëdhënie seksuale. Fillimisht, prindrimi i ka efektet e veta negative. Kur partnerja, gruaja, bëhet nonë. Në ato momente nuk ka nevojë më për dikën me e pas afër, se e ka fëmijën e vet afër. Prindi burr
është i shqetësuar për faktin që dikush tjetër tash është mes tyne, është prezent në dhomë fjetjes, është prezent në shtrat. Nuk është mo ky personi kryesor që prodhon emocione, prodhon eksitim të partnerja, po është një dikush tjetër aty. Edhe çiftet që nuk dinë me menaxhu periudhën e prindrimit fillojnë me ftoft marrëdhëniet. Kjo është një arsye. Arsyeja tjetër është kur fëmijët janë rrit tash pak, hinë pubertet, fillojnë shkolla, obligimet e mëdha, edhe financiare, edhe sociale, edhe gjithçka, i bojnë partner që me ullon shumë mas fëmijëve, edhe harrojnë njëri tjetrin. Fakti që e harrojnë njëri tjetrin i bën me uftof marrëdhëniet. Një arsye tjetër, goxha shpesh, sidomos te Naksa në rajon që e hasi për çdo ditë është fjet janë dhomë e fëmijëve. Mbajtja e fëmijëve në dhomë me vitet tona. Ka çifte që 5-6 vjet i bën fëmija dhe e marrin dhomë. Prezenca e një personi të tretë në dhomë e mbyt raportin, e mbyt marrëdhënien. Një marrëdhënie seksуale në prezencë të qoftë e një fëmijë sado i vogël është e kufizuar. Nuk mundet me u lirue asnjëri prej partnerëve, sidomos partnerja gruaja. Kjo po ndodh tek prindërit e ri edhe po shkojnë tu e zbe. Çka duhet me bo ata që ndoshta mos me arritjen atë pikën e ftofjes edhe masnej ndoshta me shkolla drejt e divorci, sepse një ndër shkaktarët mund të jetë edhe marrëdhënia që shkojnë drejt divorcit. Ata që e shohin vrejet në qift, sidomos njëri prej partnerëve shet që ka nisë me ftof raportin ose marrëdhënia, duhet me u këshillu. Qoftë me një psikolog ose me seksologën. Me u këshillu nuk është turp, është e nevojshme me u konsultu. Ndoshta veç ky ndryshim, ndoshta veç largimi i fëmijës prej dhume, ose me ja rikujtue, më thojza, detyrat që i kanë njëri për tjetrin, çiftet ndron kjo çështje. Po besoj që harrojnë njëri tjetrin për shkak të fëmijëve, obligimeve tjera, sidomos tash në këto momente të tyne krizave, edhe financiare dhe politike, edhe çiftet e harrojnë njëri tjetrin. Marrëdhënia don konsistencë, don qëndrueshmëri, don intimitet, don gjithçka, është një kohë 23 ore gjys. Për nashta gjysmore për fëmim mbrëmje atje. Nuk mundesh me prit që kime pas marrëdhënie të mira seksuale nëse gjatë të ditës komunikimi është i keq mes çifteve. Kur ata kanë konflikte për çështje të ndryshme. Edhe pse secili konflikt nuk ka metodë më të mirë se me u zgjidh edhe me u përfundue se sa një marrëdhënie e kënaqshme seksuale mbrëmje. A ndodh që kjo marrëdhënia me i rregullu edhe ato 23 ore gjys me pak problemet që i kanë? Shumë ndodh. A ndodh? Marrëdhënie seksore e kënaqshme. Kalimi në një orgazm, hormonet që lirohen pas orgazmës ndikojnë hormonet kënaqësisë. Të dy trupat ndihen ndryshe, mendja punon ndryshe. Ajo afërsia ndaj njëri tjetrit e bën me i harru ato zënkat që i kanë pas gjatë ditës, dhe është mirë çiftet me fut në atë repertorin e tyre që bile në mbrëmje, edhe nëse nuk ka marrëdhënie seksuale me penetrim, me pas intimitet, me flajt afër njëri tjetrit, mundësisht pa rrobe, që trupat me u prek, edhe kur preken trupat pa rroba, komunikojnë mes veti. Lëkura është organi seksual më i madh. Kudo që prek në lëkurën e partnerit, krijon një farë lidhje, një farë emocioni në aspektin seksual që e bën mundi mirë. Veç largësia nuk është e preferueshme edhe nuk duhet me bosh prehi që ato zonkat e ditës me i majtë edhe në shtrat. Kur ju them çifteve shpesh, ato që ndodhin në dhomë të nejes, në sallona atje, nuk duhet me i marrë në dhomë fjetjes. Mësë shteni me nalini në prag derës. Po, qysh mja u hek qifteve ndoshta atë presionin ose atë frikën që me u drejtu të një psikolog ose të një sociolog ose të një seksolog që me përmisu marrëdhënien e tyne, me qenë se shumë herë e kanë frikë mës përna shet dikush të hi, menojnë që na s'pëmojna ose do më thonë, jenë këto 500 pyetje masnej që i shtin në trunin e vetë, gjithë që edhe i pengon me marrë një iniciativë t'ilë. Po, fakt është që shkuarja të, sidomos të seksologu, unë e vrej pacientët e mi, ka plot që kur bojnë termin, lypin 8 gjys nomë kur mbjen terri. Është përmetar keq se është mentaliteti i tillë, nuk është diçka që është veç te na, do vende. Po duhet njëri prej partnerëve me marrë iniciativën. Me marrë guximin, me shku me fol, nuk është turp. Te na edhe te psikologu për çështje banale hezitojnë me shku njerëzit. Se mendojnë që nëse ka shku te psikologu është smut. Jo, nuk është, po, nuk është smuj, është këshillimi, është qelsi i gjithë shofit.
Po thëmë edhe njerë, në këtë kohë të krizave shumë festa që përjetojmë gjatë ditës, ose gjatë javës, një bashkë bisedim me një ekspert të çështjeve personale, psikologjike, sociale, ju ndihmon shumë me të kalu. Në asnjëherë nuk e dim ku jemi ngërthy, kush është ai problemi që po na mban ashtu larg. Ku shkon aty është quhet terapi CBT, është me njoftë edhe me ndru sjelljet e personave që shkojnë. Eksperti i pyet, merr mendime, kushtimisht i vendos ato probleme tyne përpara në tavolinë edhe bashkërisht me ndru vendin pa ose kajen përmirësohen çiftet dhe funksionojnë më mirë. Po shumë edhe çiftet, po flas edhe ato të martumet edhe pa martu çiftet, nuk është që flasin shumë për jetën seksuale mes veti. Për shembull, njëri partner nuk tregon çka i pëlqen më shumë ose çka po don me ndru. Nuk po them çysh me ndru, po nëse çysh i shkon mënyra më e butë ose më e mirë, m'ia thon partnerit po pa e lëndu. Se masnej është edhe i frustrimi, aty s'po të pëlqeja kështu ashtu, dhe bon edhe 500.000 masnej fillon një luftë tjetër, kështu që cila ishko një mënyrë e butë që m'ja thon partnerit pa e lëndu ndjenjat. Para se me u përgjishtu, po tregoj që partneri ose partnerja që ka me pas punë me juve, ku ka mirë se dole të pika kryesore. Po. Komunikimi seksual quhet. Komunikimi seksual është qelsi. Nuk duhet me i majtë ndrydhur dëshirat, nevojat, gjona që na mundojnë, sidomos kur jem bashkë me partnerin. Do njëherë veç udhëzimi, mo këtu po këtu, jo tash po pak më vonë, jo këtej po këndej, e ndihmon shumë e përmirëson performancën seksuale. Na e dim çka dojmë për vete, po kur nuk jem të sigurt çka është e mirë për partnerin, diçka që neve na pëlqen, ato mundet me e bezdis, me irritu për marrëdhënie seksuale. Prandaj duhet me u komunikue, quhen prekje, intimitet, i fokusuar në ndjenja. Është terapi që i zgjidh shumicën e problemeve. Kur të dy partnerët fokusohen në ndjenjat e njëri tjetrit. Kur e mësojnë trupin e njëri tjetrit. Kur e dinë çka don e çka nuk don, çka e lumturon e çka e bezdis. Dhe ky komunikim është ai që përmirëson marrëdhënien seksuale. Nuk ka logjik që tash në këtë kohë me u fut në dhomën e fjetjes edhe me e fik dritën e me bo seks me jargon shpinës. Kanë kalu ato kohë, duhet me komunikue, me pa trupin njëri tjetrit, me prek, me ndje, për me mujt me eksitua dhe me performu mirë. A ndodh kjo me fik dritën, ndoshta për arsye që nuk ndihen mirë me trupin e tyne? Po, imazhi trupor ose ndjenja e keqe e imigjit që ose pamjes trupore që e kanë, është handicap. Por është diçka që të i kalohet. Nuk duhet me pas mes partnerve kësi dallimesh. Fakti që jeni bashkë, ti e ke pranuar një partner edhe me atë trupin që ka, edhe me vetat e tina. Edhe ai e din paraprakisht, nuk ka logjik ose është e pamundur që ton jetën me mshef në ajtëmjet trupore. Vërtet. Edhe njeriu kur e don shpirtin ose karakterin, personalitetin e dikujt tjetër, nuk e ka shumë bezdi trupin, pjesën trupore. Por gjithçka është më e lehtë se sa fikja e dritës ose mshefja e mungesa ose të metave trupore. Doktor, kjo fjala që shpesh herë për shembull e kemi jëm lodh, s'po moj sot, shnosh nesër, a mundët me qenë vetëm një arsye për mos me pas marrëdhënie mes një çiftit? Po, është jo një për arsye, po është arsyeja kryesore, shmongja e raporteve ose e lëm për nesër. Po. Jo veç marrëdhënie seksore, secilin punë që e lëm për nesër, nuk shkon tu përmirësoj, veç shkon tu rrit të bëm punë më e madhe. Ja, vërtet. Shpesh bëjmë pyetje sa është frekuenca ose shpresësia, sa duhet me qenë shpresësia e marrëdhënieve brenda një çifti. Qoftë ajo ditore ose javore ose më shumë. Nuk ka ndonjë numër sakt që thuhet një çift duhet me pas kaq marrëdhënie. Preferohet shkencërisht 2 deri 3 herë gjatë javës. Po ka çifte që bojnë 2-3 herë brenda natës. Po. Ka të tjera që bojnë 2-3 herë brenda vitit. Prandaj është mënyra se si ata e konceptojnë. Qasja që ka ndaj njëri tjetrit. Refuzimet që i bojnë. Plot çifte partner refuzojnë. Ndoshta gjatë ditës e ka pas një konflikt ose diçka dhe e shmong. E refuzon marrëdhënien me ditë ose me javë tona. Që nuk është i mirë. Si lloj ndëshkimi. Si lloj ndëshkimi, po se refuzimi është ajo shkolla e fundit që duhet m'ia bë partnerit. Duhet me lejuar që kur partneri ofrohet, edhe nëse nuk angazhohesh 100% bilim, mos me refuzu. Gjatë intimitetit, gjatë asaj marrëdhënie atje, mund ndodhë që hormonet e bojnë të vetën pastaj,
edhe përmisohet edhe jeta në qift, edhe performimi seksual mes qifteve. Zakonisht kohëve të fundit kemi pa edhe në rrjetet sociale, po edhe kom dëgju të rinjt po përdorin shumë stimulus, me ose pa nevojë. Pse po arrihet, domethënë, me pa tjetër me përdor stimulus ndryshëm për me arrit me pas një minutazh pak ma gjatë në performancën e tyne, edhe pse nuk e din efektet anësore të stimulusve të cilat janë. Mirë që e bona si pyetje dhe si term. Mas pari nuk ka stimulus. Okej. Për djeme dhe për burra nuk ka stimulus. Okej. Këto që po shpresoj që po aludon në këto barnat që këto janë barna. Janë barna që kanë substancë aktive mrena. Viagra, pastaj do mjalta, do pa marrë parasysh çfarë forme e marrin. Edhe këto të ashtu quajtura mjalta, çokolada, këto kanë substancë aktive. Okej. Është bari që i mbart veti edhe rreziqet e veta nëse merret pa konsultim me mjekun ose pa ta përshkruaj dikush ose në këshill pe farmacistit se si duhet me përdor. Pra, me vot qartë, nuk janë stimulus. Stimulus është diçka që i rrit dëshirën seksuale. Këto nuk e rrisin dëshirën seksuale. Këto janë barna që kanë për efekt zgjerimin e enëve të gjakut për me e rrit rrjedhën e gjakut në organe, rrjedhën e mishit dhe në penis. Ka që bojnë këto, nuk bojnë diçka tjetër. Stimulus për barna, për marrëdhënie seksuale është zbulu kohëve të fundit, është në Amerikë në përdorim, po është veç për vajza e për gra. I vetmi bari i lejum për rritje të dëshirës seksuale është një flibanserin, është një bari që prodhohet në Amerikë, po në Evropë nuk e ka marrë lejen ende, nuk është në tregun tonë. Ajo është stimulus, që është për vajza e për gra. Për gjë me burra, këta nuk janë stimulant, nuk e rrisin dëshirën, po merren pa nevojë. Të rritë, nëse kanë të lashe, besëm 90% i kanë probleme psiqike, që zgjidhen me terapi psikoseksuale, jo me barna. Edhe i marrin krejt pa nevojë, edhe rrezikojnë veten pastaj me to, duke mendu që janë stimulus, po nuk janë. Me qenë se kjo pjesa po ndalën prap tek gjenerata e re, tek gjenerata Z, kështu. Apo nuk po bojnë shumë marrëdhënie? Sepse këto e kom dëgju shumë, po pritojnë, po e lojnë për nesër, po rinë ma shumë rrjete sociale, do me thonë nuk po e marrin si një diçka që duhet me bo, po e marrin si nëse jo sot hajt nesër, kanë fillu me u bërë shumë të qillë edhe në këtë pjesën e marrëdhënieve. Po, shkurja në shtrat, ose në dhumë fjetjes, me partnerin, edhe me pajisje teknologjike është vdekje. Telefonat menqër, ato pajisje tjera të vogla që i marrin në shtrat, këto e mbysin jetën seksuale dhe e mbysin atë afërsin normale që duhet me pas qiftet me zveti. Është fakt që një pjesë goxha e madhe janë dhënë mas këtyne pajisjeve edhe aty gjojnë kënaqësi, shkojnë në shtrat edhe qeshin me njëri tjetrin duke pa materiale të ndryshme, pa i rënë ndërmend që është një dikush afër që ka nevojë për ty, ose është një procedurë, ose një proces që mundet me qenë i natyrshëm edhe me prodhu ma shumë kënaqësi shumë se sa e material që e shohin atje. Edhe njerë, gjithë klikim atje, për me pa diçka në aspektin seksual, besoni mas 2-3 hapave i qënë të pornografia, të ajo që tha ma heret. Edhe kur qiftet zhyten në pornografi, normal që frekvenca ose shpesia marrëdhënieve seksuale është shumë e vogël, edhe si pasojë raporti mes tyre është shumë i zbet. Cili ka qenë ai miti më i madh që e ke dëgju pe pacientave? Ose diçka që edhe tu ka kesh edhe ke ditë që s'ka të bëjë me ato, po ndoshta që është përsërit mes çifteve shumë. Ka shumë. Ka shumë mite, po ajo që të bën përshtypje të rit zakonisht, të djemë të ri, është madhësia e penisit. Është diçka që i mbyt, diçka që ja hub vetbesimin. A lun qatë shumë rol madhësia? Në aspektin veç vizual. Veç vizual? Veç vizual. Në aspektin praktik, e kemë thonë plot emisione që madhësia nuk e lun rolin kryesor, po aja siguria që e jap një gjalli ose një burri madhësia e bën me uni mirë. E kundërta, nëse vetë është i pakënaqur, ja humb atë besimin, është diçka që e pengon pastaj edhe në gjetjet partnerit, edhe në kërkim të diçkaje, sepse e ka gjithmonë atë bezdin që madhësia e tina është handicap.
kjo janë në dy partnerët, vajza dhe gratash, për arsye të ndryshme. Merren edhe me çështjen e madhësisë organit seksual mashkullor. Edhe kur duhen me mbyt atë marrëdhënien seksuale, e përqeshin madhësinë, ose merren me madhësinë e penistit dhe kanë sigurta që pastaj aty s'ka performancë, mo vdes gjithçka dhe Po ndalim pak tek performanca, me qenë se shpesh herë për një performancë mirë ndikojnë edhe ose për një performancë keqe, i kemi darmet që ne nuk e dim, për shembull ushqimi, alkoholi, cigaria, shumë gjana të tilla që ndoshta gjatë ditës ne i bojmë pa vedije, po që na ndikojnë në marrëdhënie, po e them. Cilat janë ato senet që nuk janë të mira për meshkujt ose edhe për femrat në këtë rast? Me rënda është stresi. Okej. Ngarkesat e ditës, punë stresuse. Janë, mos më thonë 50%, po një përqindje kogja e madhe e problemeve në fushën e shëndetit seksual. Edhe kur vijnë pacientë na pyetja e parë që me çka merresh, me çka punon, për me ditë nivelin e stresit që e ka. Okej. Organi seksual kryesor i joni është truri, edhe ngarkesa në punë, stresi ditor, e bojnë që me SB, gogja shumë ose me bot pa mundur funksionimin seksual. Ajo që përmend e tjera, alkoholi për shembull. Alkoholi dihet që një gotë, një birë, ose një gotë ven e rrit, ose përmison pak performancën. Krejt çka është mito, është ulje e performancës, ndikon negativisht, jo mirë, po të rrit, ose edhe pa vjetë pak e përdorim, disa për me hek atë frikën që tha ma herët, disa pa e ditë efektin ansor të tyne. Kur jem të drogat, përdorimi tyne edhe ndikimi në fushën e shëndetit seksual është shumë më i dëmshëm se sa këto dy tjera që i patëm. Tash përdorimi i drogave është rrit dukshëm. Kur dikush konsumon drogë, në aspektin seksual i ka dy probleme. E para, ulet performanca, e dyta, e shtyn në kryerjet marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. Edhe rrezikon me marrë infeksion seksualisht të transmetueshëm, shtazanit pa dëshirueshme, edhe gjitha ato, sepse e ka hub vedije, më nuk e ka atë kushiencën se sa dhe çka duhet me bën performim për shkak të ndikimit të drogave. Ushqimet gjithashtu. Një marrëdhënie e mirë seksuale bëhet kur stomaku është pothuajse bosh. Okej, bosh. Bosh. Nëse kem konsumu ushqim bollshëm, edhe është lukthi plot ushqim, krejt qarkullimi i gjakut është i koncentruar me e thithat ushqim. Edhe nuk mbetet as për ekstremitete, as për trunin, e le më për penisin. Kështu që është shumë mirë me ditë që për një performancë mirë, sa ma pak me marrë ushqim, performanca është më mirë. Po du me undalë tek një pjesë tjetër. E përmendëm shumë herë, për shembull edhe kur ndërron persona, po shpesh herë, jo shpesh herë, por raste të pakta i kemi që bëjmë edhe kontrolla, sepse vinë edhe infeksionet të shumta që ne nuk i dim si pasojë, sepse siç e cekëm disa herë ngurojmë me shku te seksologu, ngurojmë te psikologu, që besa ngurojmë edhe te mjeku me shku për me pa ndonjë infeksion. Cilat janë infeksionet më të shpeshta ose çysh me dallu një infeksion një person që duhet me u drejtu te mjeku edhe me net vetës gati? Një çështje shumë tjetër e mirë që hape është marrëdhëniet seksuale të mbrojtura. Për fat keq, të trit nuk ka tendencë, nuk ka gatishmëri që me konsumu marrëdhënie seksuale të mbrojtura. Të dy sekset, edhe djemtë dhe vajzat. Edhe kur i pyes pse nuk përdorni, ato arsyet janë shumë banale. Ndjeshmëria është më e vogël, edhe ajo krenaria e të dyve, edhe djalit edhe vajzës që jone nuk bëj marrëdhënie seksuale me kondom, se nuk po ndiej diçka, që nuk është e vërtetë. Nëse pyet sa është numri i infeksioneve, rezultati këtyre marrëdhënieve shumë i madh. Dhe mos përdorimi i mjeteve mbrojtëse, përveç infeksioneve seksualisht transmetueshme, shkakton efekte të tjera. Janë shtazanite pa dëshirueshme, përdorimi i prezervative ndihmon edhe të shumë raste të ejakulimi parakoshëm, pra ka shumë përfitime kryerja e marrëdhënieve seksuale me mbrojtje. Infeksionet më shpeshta, nëse i përmendë, janë ato që janë krejt botën, infeksionet me herpes, me kandida, me klamidia, me gjona që janë në krejt rrezullin toksor të njëjta, a ka shumë të na ka. Vinë djemë dhe vajza me infeksion seksualisht transmetueshëm dhe kur e pyes, kur ke bë marrëdhënie seksuale, thotë dje.
është i vetëdijshëm që ka një infekcion që përcillet seksualisht edhe nuk e merr mundin me përdor prezervativ për me mbrojt partnerin. Kjo është shumë shqetësuese. Prandaj unë edhe në shkollë studentëve ju them me pas kujdes se janë plot do infeksione që vrehen me sy, qelbëzimet, plagët në organet gjinitale dhe duken. Është mirë me bani tash jo inspektim detaj, po gjatë para lojës me me vrejt se partnerët tuk janë të ndershëm që me i tregu njëri tjetrit për infeksionet. E majmë sheft dhe janë do shreja që janë të dukshme edhe në ato momente është mirë me evitue, me udhëzue, me mjekue. Krejt janë të mjekushme. Tash edhe HIV-si, edhe SIDA është i mjekushëm. Gjitha infeksionet janë të mjekushme, veç duhet mos me hezitu, me shku me u trajtue. Sa ma shpejt është ma mirë, edhe duhet të dy partnerët me u mjekue njëkohësisht, edhe po them çdo infekcion seksualisht i transmetueshëm është i mjekueshëm. Doktor, një temë tjetër që ne realisht këtë temën e marrëdhënieve shumë pak që e flasim si në media, si në shoqëni, si në shkolla ma heq, po është edhe një pjesë tjetër e njerëzve që një temë aseksual. Ose me kalimin e kohës njerëz arrin edhe më bëjnë impotent. Pse mundën me mrrit të qenurit një aseksual? A ndodh që nuk flasin, nuk kryjnë marrëdhënie, ose ndoshta thjesht atë emocionin ose ndjenjat e veta i mbysin dhe në atë pikë që ma nuk kanë emocione seksuale? Mas pari me bëtë qartë termin aseksualiteti nuk është smundje. Jo. është orientim seksual. Po. Do me pas qartë. Sepse si që është gay, lesbike, e të gjitha këto. Janë orientime seksuale dhe ka plot persona që janë aseksual. Do me thonë, nuk ka tërheqje seksuale ndaj asnjëri seks. Edhe janë e një vetën mirë. Nuk duhet me u shqetësu as ata, as na si profesionist, se është zgjedhja e atyre. Është orientim seksual. Nuk mundesh me detyru dikon me u tërheq seksualisht ndaj dikujt. As ndaj personave të seksit njëjtë, as kundërt, edhe as me hek dorë krejt. Disa janë aseksual të njëtën. Ka aseksualitet që është i përkohshëm për çështje të ndryshme, humbja e partnerit, probleme financiare, mos aftësia me gjetë partner, i bën njerëzit për një kohë caktuar aseksual. A është smundje dhe dashuria ndaj gjinis njëjtë? Dashuria, orientimi seksual ndaj personave të seksit të njëjtë definitivisht nuk është smundje. Nuk trajtohet si smundje, edhe çdo tentim ose çdo terapi për reparim të kësaj situate është jo etike, është e dënueshme, edhe nuk ka bazë mjekësore. Nga viti 1992, Organizata Botërore e Shëndetit e ka largu prej regjistrit të çrregullimeve mendore dhe rrjedhimisht nuk ka diagnozë. Kur nuk ka diagnozë diçka është jo etike dhe është e dënueshme me tentu me e riparu. Mjeku kur do me shku në terapi, para saj e ka një rubrikë me datë është diagnoza. Homoseksualizmi ose orientimi seksual ndaj personave të seksit njëjtë nuk ka diagnozë. Rrjedhimisht nuk ka trajtim, as nuk duhet me provu me i trajtu. Nëse ka nevojë për ndaj këshill, për gjonat që dojnë qysh me i përformu marrëdhëniet seksuale mes tyne, merremi me ta. Përndryshe, tentimet ose gjithçka që bëhet me qëllim gjoja të shërimit tyne është jo etike, është e dënueshme edhe nuk ka asnjë logjik. A ka raste plot kur tonë vinë prindrit e shqetësum, kur e kuptojnë që fëmia i tyre është homoseksual. Shqetësimi i tyre është shumë i madh, edhe vinë çojnë në ordinancë. Doktorin ndihmon. Shumë thjesht ju them, nuk muna me rajt, thjesht. Nuk du me të rajt që është smundje edhe nuk du me të rajt që është e trajtueshme. As nuk duhet me provu me trajtu. Është ndjenjë. Është ndjenjë që nuk është stabile. Orientimi seksual është fluid, ndërron gjatë jetës. Asnjë prej neve nuk e kem të garantuar që kemi vdek me këtë orientim që kem tash. Është i shkallëzuar prej 0 deri në 6. 0 është heteroseksual, 6 është homoseksual, 3 është biseksual. Edhe mes tyre, 1, 2, 4, 5 ka nuanca të ndryshme të orientimit seksual. Nuk është stabil, nuk është i përhershëm, prandaj nuk është i trajtueshëm, nuk është smundje, nuk është në regjistrin e diagnozave. Personat homoseksual duhet me një veten mirë, në ato që ata janë, pa dashur me botë madhe, ose pa dashur me një veten keq, pse dikush i përqesh, ose pse dikush mendon që ata janë smut. Duhet me uni mirë, me uni lirë, se nuk janë smut. Thjesht është diçka që ata e ndjejnë.
Sikur heteroseksualt, ata kanë tërheqje seksuale ndaj personave të seksit të njëjtë. Doktor, a meshkujt a femrat aktorojnë më shumë gjatë një akti seksual? Kush aktoron më mirë kështu? Ose më shpesh, ose më shumë? Të dytë aktorojnë. Aktorojnë për arsye të ndryshme. Ka plot, tash pasi dolim te vajzat e gratë. Unë si terme nuk i përdori femra e moshkuj. Po, okay. Janë vajza dhe gra, djem e burra. Po. Vajzat e gratë aktorojnë për çështje të ndryshme. Nganjëherë për m'ia bu qefin partnerit, bëjnë marrëdhënie seksuale pa pas vetë nevojë ose dëshirë. Janë ndikojnë rreth 20% të grave, po flas me statistika botnore, që nuk përjetojnë orgazm asnjëherë në jetën e tyre. Shumica për tyre aktorojnë orgazmën për me bë qefin partnerit. Djemt aktorojnë më pak. Na kështu edhe në jetë je më pak aktor, edhe në aspektin seksual aktorojnë më pak, edhe din me u frustrue ku nuk e marrin ato që kërkojnë. Ose ku nuk janë gjendje me performu mirë, më shumë frustrojnë se sa që aktorojnë. Pse arrim deri tek tradhtia? Unë si term tradhtin nuk e përdori kur. Thom tradhti është diçka e madhe, me shit Kosovën ose me bë diçka gjona që janë të mëdha, që lën pasoja për këtë njerëzimin. Janë afera. Afera të ndryshme, seksuale, lidhje të shkurta, ose lidhje jashtëmartësore, ka plot terma më të butë se sa me thon tradhti. Pse njerëzit kanë lidhje jashtëmartësore, këtë fjalën, ka shumë arsye. Disa për qef, disa nuk mjaftohen me një partner, disa nuk mjaftohen me shpeshtsinë e marrëdhënieve seksuale brenda çifti, disa tjerë kryojnë kushte që nuk dinë çfarë me bëj me parat e tyre, me statusin që e kanë, edhe dojnë me provu edhe diçka tjetër. Po flas gjithmonë për të dy sekset. Të dy sekset e kanë njëjta mundësit. Nuk ka më ajo që është pretenduar që trajtojnë veç burrat, thojza. Lidhje edhe afera kryojnë të dy partnerët njëjtë. Doktor, a mbaron jeta seksuale pas 60-tave? Unë kam 62. S'ka mbaruar. Pse ndo pandere Teo? Pse ndo zakonisht ndoshta pas 60-tave fillojmë pak me uzbe, ose nuk po punojmë sa duhet, ose ndalet ora, ndalet koha? Ka shumë arsye. Ka shumë arsye, të janë nisë prej aspekteve emocionale, fizike, smundje të ndryshme, gjendje të ndryshme, mungesa e partnerit, problemet e shumta, punët e rana, ka gjithçka që ndikojnë këto. Nganjëherë çiftet veç lodhen prej njëri tjetrit. Kur e krijon një farë gjendje ku fëmia janë rrit, është rrit familja, janë krijuar një pambesa, edhe gjojnë kënaqësi më shumë aty se sa në marrëdhënie seksuale. Tash kur njëri refuzon, është goxha problem në atë moshë mos më thonë me detyru, po me bind që ka nevojë ende me performue ose me pas marrëdhënie seksuale. Por është çështje e çiftit, e aty nëse si e konceptojnë, po shkencërisht nuk ka moshë deri kur njerëzit munden me performu mirë seksualisht. Unë pacientëve ju them, ju veç mbani zemrën mirë, për çështje tjera kujdesem unë. Pra, seksualiteti, ose marrëdhënia seksuale nuk ka kufizim në moshë. Është aktivitet i përjetshëm. Nuk konsiderohet marrëdhënie seksuale veç ajo me penetrim. Ka plot marrëdhënie tjera quhen outersex, ose që nuk përfshihet penetrimi. Ka intimitet, ka ledhatime, ka puthje, kretë konsiderohen marrëdhënie seksuale, që munden me konsumu çiftet edhe me pengesa të ndryshme, fizike ose psiqike, prandaj nuk duhet me thonë që është në një moshë e caktuar edhe keni performu mjaft, keni pas marrëdhënie seksuale mjaft, nuk duhet më. Duhet të jetën. Seksi s'ka moshë. Sepse s'ka moshë edhe është aktivitet i përjetshëm. A është akti seksual lumturi për një person? Po për shumicën po. Për shumicën është. Po du me ta bo një pyetje kështu tamam popullor që a të bën ma burr nëse ki ma shumë partnere seksuale? Jo, asnjë moment jo. Sepse ka plot çifte, ka plot burra që janë shumë të lumtur me një partnere që ka pas për të jetën. Ka të tjerë që kanë disa partnere, janë gjithmonë të pakënaqur. Okej, doktor, para se me fillu emisionin na tregove diçka me ftohtë të nxehtë, është zbulu diçka ditëve të fundit. Më bëri përshtypje ftohtë të nxehtë. Duke qenë seksolog, marr pjesë shumë kongrese dhe përcjell rësit në botë në aspektin e shëndetit seksual. Edhe kohët të fundit është ardhur deri te një zbulim shumë i ri, një bar i quhet Erokson, është në formë gelli, edhe mekanizmi i veprimit tina
është shumë i përshtatshëm se nuk është substancë aktive, është shumë i përshtatshëm për këta që kanë kontraindikacion me përdor borna, edhe vepron lokal, si për me rrit qarkullimin e gjakut. Andaj, shumë emisioni qëllume dhe vërtimi, kur doni vend ftoftë në zetë, bëne erokson edhe është tjetë. Okej, faleminderit, një duar të kitje për doktorin. Doktor, çka duhet për fund mi u thonë gjithë shikuesët radio televizionit 21, të gjitha grup moshave, të gjitha partnerve, kështu nuk po e ndajmë, diçka që këtë frikën, këtë këto, ndoshta me i largu edhe më konë të lirë për me pas një jetë shnetshme të lumtur mes një partnerit. Shëndeti seksual është pjesë e shëndetit përgjithshëm. Nuk është i ndomë. Është e drejtë e garantume me drejtat njeriut. Seksualiteti është dhurat që na është bo, edhe shfrytëzojeni më shumë. Sa më shumë është më mirë. Bëni dashni sa më shumë, po të doktor. Nuk thash dashni, është marrëdhënie seksuale, konkret. Doktor, faleminderit shumë. Që gjete kohë të ishe me ne sot.